Pse një nga vendet më të studiuara në tokë ende fshe struktura që askush nuk mund t'i shpjegoj plotësisht, dhe pse na lejohet të shohim vetëm një pjesë të historisë? Çfarë sikur t'ju thosha se piramidat e Gizës nuk janë misteri i vërtet? Për shekuj me radhë, njerëzimi ka vështruar atë që ngrihet mbi rër, duke matur lartësi, kënde dhe gur. Për mijëra vjet, piramidat e Gizës kanë dominuar horizontin, duke qëndruar si gjigant të palëvizshëm kundër qiellit të shkretirës. Turistët vinë, kamerat ngrihen, dhe e njëjta pyetje bëhet përsëri e përsëri: si u ndërtuan ato? Por pothuajse askush nuk e bën pyetjen më shqetësuese, atë që ndërtuesit e lashtë mund ta kenë konsideruar shumë më të rëndësishme. Çfarë ekziston nën to? Sepse nën rër, nën shkëmbin gëlqjeror, nën vetë themelet e platosë së Gizës, ka një botë tjetër, një që nuk shfaqet në kartolina ose libra udhëzues, dhe një që egjiptologët rrallë diskutojnë në detaje. Kjo botë e fshehur nuk është një dhomë vetme ose një tunel i izoluar, është një peizazh i ndërlikuar nëntoksor, i shtresëzuar, i qëndimshëm dhe mahnitshëm i gjerë. Eksploruesit e hershëm që hynë në piramidat në shekullin e 19 besonin se strukturat ishin struktura të vetë mbyllura. Ajo supozim u shem në momentin kur strehët, korridoret zbritëse dhe kalimet të vulosura u dokumentuan nën piramidën e madhe. Dhoma më e ulët, shpesh e refuzuar si e papërfunduar, është gdhendur thellë në vetë shkëmbin gëlqjeror. Nuk u shtua më vonë, u planifikua që nga fillimi, që do të thotë se ndërtuesit filluan nën tokë para se të vendosej një gur i vetëm mbi sipërfaqe. Dhe këtu është ku historia bëhet e pakëndshme. Nëse piramidat ishin thjesht varre mbretërore, pse të fillosh ndërtimin duke gërmuar në tokë? Pse të krijohen kalime zbritëse që çojnë larg dhomave të varrezave në vend që të çojnë drejt tyre? Pse të ndërtohen strehët vertikale aq të ngushta, sa duken simbolike më shumë se sa funksionale, të rreshtuara pikërisht me drejtimet kardinale dhe pikat qiellore? Ndërsa hulumtuesit zgjeruan anketat e tyre përtej vetë piramidave, ata zbuluan se platoja është e mbushur me streha, zgavra dhe boshllëqe të fshehura. Disa janë natyrale, por shumë tregojnë shenja të pamohueshme të modifikimit njerëzor. Mure të qëndruara të prera, kënde të drejta, hyrje të vulosura, veçori që nuk mund të shpjegohen me erozion ose rastësi. Këto nuk janë vrima të rastësisht në tokë, ato formojnë një model. Nën kalime, nën tempujt dhe përtej gjurmës së piramidës së madhe, strukturat nëntoksore shtrihen si venat nën gur. Disa tunele nuk çojnë askund të dukshëm, të tjerët përfundojnë pa pricmas, sikur qasja u prit qëllimisht. Në vende të caktuara, toka rezonon ndryshe kur skanohet, sugjeruar hapësira të zbrasta që mbeten të paprektura deri sot. Çfarë është më befasuese, është sa pak nga kjo botë e fshehur nën rërat e Gazës është e arritshme. Vizitorët modern shohin më pak se një fraksion të asaj që ekziston poshtë. Shumë streha janë të bllokuara. Disa hyrje janë të vulosura me tap guri, aq sakta sa duken të shkrira me shkëmbin përreth. Të tjera thjesht janë të shënuara dhe lënë të pa eksploruara, të dokumentuara, por kur më të hyra. Tekstet egjiptiane lashta shtojnë një shtresë tjetër misteri. Referencat për dujt, një rregull nëntoksor të lidhur me transformimin, njohurinë dhe rilindjen, shfaqen vazhdimisht në literaturën egjiptiane. Ndërsa shpesh interpretohen simbolikisht, realiteti fizik nën Giza sugjeron se këto histori mund të kenë qenë të rrënjosura në hapësira vërteta, vende të synuara jo vetëm për të dekurit, por për rituale, inicime ose diçka shumë më komplekse. Sa më shumë të mësojmë, aq më e qartë bëhet se piramidat janë vetëm gjysma e historisë. Çfarë ngrihet mbi shkretirën është mbreslense, por çfarë shtrihet poshtë sfidon gjithçka që mendojmë të dimë. Bota e fshehur nën rërat e Gazës u projektua me qëllim, saktësi dhe qëllim. Nuk ishte një mendim i mëvonshëm, ishte themeli. Kur njerëzit imagjinojnë piramidat duke u gëlltitur nga rëra, ata pikturojnë kohën, erën dhe natyrën duke rikuperuar ngadalë monumentet. Por e vërteta është shumë më shqetësuese. Shumë nga strukturat nëntokse nën Giza nuk u humbën aksidentalisht. Ato u fshehin qëllimisht. Kjo bëhet e qartë në momentin që studioni se si u vulosën këto hapësira. Ndërtuesit e lashtë nuk i braktisën thjesht tunelet dhe ikën. Ata i mbyllën me saktësi.
Tap masive guri u rrëshqitën në vend, disa me peshë disa tonelata, duke blokuar kalime aq fort sa edhe mjetet moderne mundohen t'i heqin. Këto nuk ishin bloqe të papërpunuara, ishin mbyllje të projektuara, të dizenjuara për të zgjatur përgjithmonë. Brenda piramidës së madhe, kalimi ngjitës është blokuar famërisht nga tap graniti që përshtaten aq përsosur sa duken pothuese të salduara në pozicion. Këto tap u instaluan nga lart, që do të thotë se ndërtuesit parashikuan ndërhyrjen shumë përpara se të mund të ndodhte. Kjo ngre një pyetje shqetësuese. Çfarë po përpiqeshin të mbronin ose të pengonin të tjerët të arrinin? Nëse dhomat e varrezave ishin qëllimi, ti vulosësh ato do të kishte kuptim, por shumë nga këto bloqe ruajnë kalime që nuk çojnë fare në varre mbretërore. Disa çojnë poshtë, të tjera çojnë drejt hapësirave të zbrazda. Disa përfundojnë dhe porta të vulosura me pajisje bakri, objekte që nuk kishin funksion strukturor, por ishin qartësisht simbolike. Këto porta kurrë nuk ishin menduar të hapeshin përsëri. Modeli përsëritet në të gjithë platojën. Strehët janë të mbushura, hyrjet janë të fshehura, seksionet të tëra janë të varrosura nën shtresa gërmadha gëlqërore dhe rëre, që duken të vendosura qëllimisht më shumë se sa të grumbulluara natyrshëm. Në disa zona, regjistrimet e gërmimit tregojnë se materiali mbushës nuk përputhet me gjeologjin përreth, duke sugjeruar se u transportua dhe u hodh qëllimisht për të fshehur atë që shtrihet poshtë. Pse të shkosh në gjatësi aq të jashtëzakonshme? Një shpjegim i ofruar nga arkeologjia kryesore është siguria, mbrojtja nga grabitësit e varrezave. Por ky argument shembet në shqyrtim. Grabitësit e varrezave nuk synuan dhoma të papërpunuara, streh të vulosura ose hapësira pathesare të dukshme. Megjithatë, ato janë pikërisht zonat që u fshehin më me kujdes. Përpjekja e investuar në fshehje te i kalon shumë atë që do të ishte e nevojshme për të mbrojtuar arin ose sendet e varrit. Një mundësi tjetër është fshehtësia rituale. Në Egjipt të lashtë, vetë njohuria ishte fuqi. Rituale, tekste dhe praktika u kufizuan në një të zgjedhur. Hapësirat e lidhura me këto të drejta mund të jenë fshehur pasi qëllimi i tyre u plotësua. Nëse strukturat nëntokse u përdonën për ceremoni të lidhura me mbretërinë, rilindjen ose rendin kozmik, ti vulosësh ato do të ruante shenjtërinë e tyre. Ka gjithashtu mundësinë e frikës, jo nga i ndërhyrësit njerëzor, por nga atë që njohuria mund të bënte, nëse keq kuptohej ose keq përdorej. Civilizimet e lashta shpesh trajtonin informacionin e fuqishëm si të rrezikshëm. Duke varrosur këto hapësira, ndërtuesit mund të kenë besuar se po mbronin brezat e ardhshëm nga diçka që nuk ishin menduar të aksesonin. Zbulimet moderne e ndërliqësojnë historinë edhe më shumë. Kur skanimi penetrues i tokës zbulon boshllëqe që përputhen përsosur me korridoret e vulosura, ai sugjeron një sistem të planifikuar të aksesit dhe mohimit. Zonat të caktuara ishin menduar të hynten, të tjera ishin menduar të mbeteshin të paprekura përgjithmonë. Vetë arkitektura e zbaton atë vendim. Çfarë e bën këtë varrim të qëllimshëm aq të shqetësuese është permanentiteti i tij. Këto nuk ishin mbyllje të përkohshme, ishin akte fundimtare. Ndërtuesit i sillosën këto struktura ditur se kurrë nuk do të ktheheshin. Ata nuk lanë shenja, as udhëzime, as shpjegime, vetëm heshtje në ngur. Dhe kur kuptojmë se disa nga këto hapësira të fshehura shtrihen drejt për drejti nën monumentet menduara të simbolizojnë rendin e përjetshëm, bëhet e pamundur të injorojmë nën kuptimin se ajo që u varros ishte aq e rëndësishme, nëse jo, më e rëndësishme se ajo që u la në pamje të qartë. Sa më thellë kërkojnë hulumtuesit nën rërat e Gizës, aq më i pakëndshëm bëhet krahasimi. Sepse strukturat nëntoksore nuk sillen si relikt të një shoqërie primitive. Ato sillen si produkti i planifikimit të avancuar, njohurisë së specializuar dhe besimit teknologjik që vëzhguesit modern mundohen të shpjegojnë duke përdorur kronologji konvencionale. Filloni me prerjet në gur.
Dhomat dhe strehët nëntoksore nën platoj janë ngdhendur drejt për drejt në shkëmbin gëlqeror me sipërfaqe që janë befasueshëm të lëmuare dhe të qëndrueshme. Këto nuk janë tunele të ashpra eksplorues. Ata ndjekin vija të drejta, mbajnë kënde uniforme dhe kryqëzohen me saktësi të qëllimshme. Në disa vende, tolerancat janë aq të ngushta sa edhe sot, rikrijimi I tyre do të kërkonte makineri të rënda, rreshtim me lazer dhe matje të gjëra. Shpjegimi I zakonshëm është mjete bakri dhe punë njerëzore, por bakri mpihet shpejt kundër gëlqerit dhe edhe më shpejt kundër granitit. Për të ngdhendur korridore të gjata të drejta nën tokë, pa ndriçim modern, ventilim ose energji, do të kërkonte jo vetëm forcë të madhe njerëzore, por kontroll të jashtëzakonshëm. Dhe megjithatë, nuk ka shenja të provës dhe gabimit. Asnjë gabim I braktisur, asnjë kalim gjysmë të shembur. Ekzekutimi duket I sigurt, sikur ndërtuesit dinin saktësisht çfarë po bënin përpara se të fillonin. Pastaj ka rreshtim. Shumë veçori nëntoksore nën Gizer janë orientuar me saktësi mahnitse drejt drejtimeve kardinale. Disa streh duken të rreshtuara me pozicione specifike yjtore që ishin relevante mijëra vjet më parë. Arritja e këtij niveli saktësie mbi tokë është mjaft e vështirë. Arritja e saj nën tokë pa instrumente moderne e shtyn kufirin e asaj që besojmë se metodat e lashta mund të arrinin. Inxhinierët modern që ekzaminojnë këto struktura shpesh e gjejnë veten duke kthyer pyetjen e zakonshme. Në vend që të pyesin se si njerëzit e lashtë arritën me mjete të kufizuara, ata pyesin se çfarë lloj njohurie do të kërkohej për të prodhuar këto rezultate. Përgjigja nuk është kurrë e thjeshtë. Ajo përfshin gjeometri, astronomi, gjeologji dhe logjistik në një shkallë që sugjeron një sistem shumë të organizuar ekspertize. Edhe më e çuditshme është se si ndërtuesit menaxhojnë mjedisin nën tokë. Strehët e ventilimit, disa jo më të gjëra se një dorë njerëzore, vrapojnë nga dhomat e thella në pjesën e jashtme, duke mbajtur rrjedhjen e ajrit me efikasitet të jashtëzakonshëm. Këto nuk janë plasje të rastësishme. Ato janë kanale të projektuara, të kënduara pikrisht për të shmangur dobësinë strukturore, duke mbajtur funksion. Ndërtesat moderne mbështeten në principe të ngjashme. Megjithatë, këto u zbatuan mijëra vjet më parë në shkëmb të ngurtë. Shenjat e gërmimit gjithashtu tregojnë një histori. Në dhoma të caktuara, guri duket se është hequr në shtresa të qëndrueshme, pothuajse sikur ndërtuesit ndiqnin një metodë të standardizuar. Ritmi I krerjeve sugjeron planifikim, jo improvizim. Dhe kur ato dhoma përfunduan, ato u lanë të zbrazda, jo të dekoruara, jo të shkruara, jo të festuara, duke nënkuptuar se rëndësia e tyre shtrihet në funksion, jo në pamje. Kjo përplaset dhunshme me supozimet moderne. Na mësohet se Egjipti I lashtë ishte teknologjikisht I kufizuar, avanconte ngadalë gjatë shekujve, por bota nëntoksore nën Gizer nuk pasqyron eksperimentim gradual. Ajo pasqyron mjeshtri. Nuk ka kurbë mësimi të dukshëm. Teknikat shfaqen papritur, plotësisht të zhvilluara dhe pastaj zhduken. Çfarë bën këtë edhe më të shqetësueshme është se si ndërtuesit menaxhojnë mjedisin nën tokë. Shenjat e gërmimit gjithashtu tregojnë një histori. Në dhoma të caktuara, guri duket se është hequr në shtresa të qëndrueshme, pothuajse sikur ndërtuesit ndiqnin një metodë të standardizuar. Ritmi I krerjeve sugjeron planifikim, jo improvizim. Dhe kur ato dhoma përfunduan, ato u lanë të zbrazda, jo të dekoruara, jo të shkruara, jo të festuara, duke nënkuptuar se rëndësia e tyre shtrihet në funksion, jo në pamje. Boshllëqe ku asnjë nuk duhet të ekzistojë, variacionet e densitetit që sugjerojnë struktura të fshehura, gjeometri që ndihen të qëllimshme por rezistojnë shpjegim të thjeshtë. Në një moment të caktuar, krahasimi pushon të jetë laik për të kuptuarit modern dhe fillon të ekspozoj kufijtë e saj. Inxhinieria nëntoksore nën rërat e Gizës na detyron të përballemi me mundësinë që teknologjia e lashtë nuk ishte thjesht e ndryshme nga jona, por në disa mënyra frikshëm e sofistikuar.
Kur njerëzit imagjinojnë zbulim arkeologjik, ata pikturojnë gërmime të hapura, njostime të emocionuara dhe histori që po rishkruhet në kohë reale. Por realiteti nën rërat e Gizës është shumë më i kontrolluar, shumë më selektiv dhe në shumë raste qëllimisht i heshtur. Disa nga zbulimet më intriguese të lidhura me platojën nuk janë të panjohura, sepse kur nuk u gjetën. Ato janë të panjohura sepse qasja në to është e kufizuar. Nga eksplorimet hershme moderne, hulumtuesit hasën kufizime. Shtrehtë të caktuara u hartuan, por nuk u hynë. Dhoma të caktuara u dokumentuan dhe pastaj u vulosën përsëri. Shënimet në terren përmendin anomali që kur nuk shfaqen në raportet përfundimtare. Në arkiva dhe regjistra të vjetra ekspedite, ka referenca për veçori të paarritshme dhe zona që nuk janë pastruar. Fraza që sinjalojnë qetësisht një kufi që askujt nuk i u lejua të kalonte. Ndërsa Egjipti u bë më mbrojtës i trashëgimisë së tij, kufizimet u intensifikuan. Shpjegimet zyrtare fokusojnë në ruajtje, siguri dhe respekt për trashëgiminë kulturore. Këto arsye janë të vlefshme, por ato nuk shpjegojnë pse teknologjitë jo invazive, të cilat nuk paraqesin rrezik fizik, janë gjithashtu ndonjëherë të kufizuara në fush veprimin. Kur skanimet zbulojnë boshllëqe ose struktura të papritura, hetimi i mëtejshëm shpesh shtuhet pafundësisht. Një nga modelet më befasuese është se hulumtimi nën Giza rrallë ndjek kuriozitetin deri në përfundimin e tij natyror. Gjetjet çojnë në më shumë pyetje, megjithatë ato pyetje nuk përcillen gjithmonë. Në vend të kësaj, narrativi rifillon. Gjetjet janë të kuadruara për të përshtatur me modelet ekzistuese dhe gjithçka që e sfidon ato modele etiketohet e papërcaktuar ose spekulative. Kjo ka çuar në një situatë të çuditshme, ku dim sa mjafton për të kuptuar sa shumë nuk po na tregohet. Radari depërtues i tokës, muonmontografia dhe skanimet sismike, të gjitha kanë zbuluar anomali nën platojës ku shkëmbi i ngurtë duhet të jetë, rreshtime që sugjerojnë dizajn më shumë se rastësi. Megjithatë, shpjegimet publike mbeten të paqarta, të formuluara me kujdes dhe jo angazhues. Hulumtuesit e pavarur përballen me barjera edhe më të mëdha. Qasja në platoj është e kontrolluar me kujdes. Lejimet janë të kufizuara, ndarja e të dhënave është e kufizuar. Rezultatet e skanimeve të papërpunuara rrallë lëshohen plotësisht. Në vend të kësaj, publiku merr përmbledhje, interpretime dhe përfundime të filtruara për miratimin institucional. Kritikët argumentojnë se kjo krijon një formë të rojes akademike, jo domosdoshmërisht nga komplot, por nga kujdes. Absenimi se bota nëntoksore nën Gaza nuk përputhet me kronologjitë e vendosura, do të detyronte një rivlerësim të supozimeve kryesore për historinë e lashtë. Ai lloj ndryshimi bart pasoja profesionale dhe kulturore. Ka gjithashtu dimensione politike. Piramidat nuk janë vetëm sajte arkeologjike, ato janë simbole nacionale. Çdo zbulim që destabilizon historinë e pranuar rrezikon të krijojë kontroversë, dhe kontrovers në arkeologji mund të jetë aq i padëshiruar sa është i pashmangshëm. Çfarë e bën situatën edhe më të shqetësuesme është se ndihmëzat të kuriozitetit të shtypur shfaqen në sjelljen e vet hulumtuesve. Në intervista, disa shkencëtar flasin entuziazëm për hapësira të paeksploruara, pastaj ndryshojnë papritur ton kur pyeten nëse hetimi i mëtejshëm do të ndodhë. Përpjekje premtuese zbehen në heshtje. Studime të planifikuara zhduken qetësisht. Rezultati është një peisazh ku njohumia ekziston në fragmente, mjaft për të sugjeruar diçka të jashtëzakonshme në rëra, por kur mjaft për ta kuptuar plotësisht. Kjo ekspozim i kontrolluar krijon iluzionin e transparencës, ndërsa mban kufi të rrept rreth asaj që lejohet të dihet. Piramidat mbi tokë ftojnë mrekulli. Bota nën to fton pyetje, por midis atyre pyetjeve dhe përgjigjeve të tyre, qëndron një sistem që vendos kur kurioziteti duhet të ndalojë. Dhe ajo që mbetet e varrosur nuk është vetëm gur dhe tokë, por mundësia e një të kaluare shumë të ndryshme për breza. Për breza, mitet rreth Platos së Gjizës janë trajtuar si imagjinat poetike.
histori simbolike, të krijuara për të shpjeguar jetën e përtejme, perëndit dhe udhëtimin e shpirtit. Por kur këto narrativa të lashta lexohen bashk me dëshmitë fizike në rëra, diçka shqetësuese fillon të dalë. Shumë nga këto mite përshkruajnë vende që tingëllojnë më pak si mbretëri abstrakte dhe më shumë si vendndodhje aktuale. Tekstet e lashta egjiptiane referencojnë përsëri një dominim nëntoksor, një botë e fshehur nën tokë ku transformimi ndodh. Duati përshkruhet jo si një qiell i largët, por si një mbretëri e strukturuar e mbushur me porta, korridore, dhoma dhe rojtar. Gjuha është arkitekturore. Shpirtrat udhtojnë përmes tunelesh, kalojnë porta të vulosura dhe navigojnë rrugë të sakna. Këto nuk janë metafora të paqarta, ato lexohen si drejtime. Për shekuj, studiuesit interpretuan këto përshkrime si harta simbolike të jetës së përtejme, por simbolizmi nuk shpjegon qëndrueshmërinë përmes dinastive dhe teksteve të ndryshme. Skema mbetet befasueshëm e qëndrueshme. Portat shfaqen në sekuenca specifike, dhomat janë të numëruara, drejtimet kanë rëndësi, udhëtimi nuk është kaotik, është i kontrolluar. Tani merrni parasysh atë që ekziston në Giza, kalime zbritse, dhoma të vulosura, zdremet e ngushta që çojnë në hapësira të fshehura, zona të arritshme vetëm përmes rrugëve të sakta. Paralelet janë të vështira për t'u injoruar. Çfarë sikur këto tekste nuk po shpiknin peizazhe imagjinare, por po kodonin hapësira reale të njohura vetëm për priftërinjt dhe mbretërit. Mitet të tjera thellojnë misterin. Histori të perëndive që dalin nga toka ose njohurisë që fshihet nën tokë të shenjtë shfaqen përsëri në tregimet egjiptiane. Perëndia Osiris, i shoqëruar me vdekjen dhe rilindjen, thuhet se banon në një mbretëri të fshehur poshtë sipërfaqes. Trupi i tij i coptuar është varrosur në vendndodhje të shumta, disa nga të cilat besohej se shtrihen pranë ose nën monumente kryesore. Kjo fragmentim pasqyron realitetin fizik të hapësirave nëntoksore të shpërndara në të gjithë platojën. Ka gjithashtu legjenda të dhomave sekrete që përmbajnë objekte të fuqishme, libra të njohurisë, instrumente hynore ose regjistra të ngjarjeve të lashta. Këto llogari shpesh refuzohen si alegori, por alegoria nuk kërkon shoqërime të sakta gjeografike. Këto mite shpesh ankorohen veten në vende vërteta, tempuj, piramida dhe kodra të shenjta. Historianët e hershëm arab, që shkruan shumë kohë pas ekës së faraonëve, regjistruan tradita lokale që flisnin për dhoma të fshehura nën piramida, të mbushura me tekste dhe artefakte të ruajtura nga një ek e humbur. Ndërsa këto llogari nuk konsiderohen akademikisht të besueshme, këmbështrimi i asaj është e thënë. Traditat orale tinden të mbijetojnë, vetëm kur lidhen me pikë referimi fizike. Edhe koncepti i erojtarëve shfaqet përsëri. Në mit, bota e poshtme mbrohet nga qanje që pengojnë të padenjtin të kalojnë. Në realitet, bota nëntoksore e Gizës mbrohet nga pengesa arkitekturore, tapëk guri, porta false, zdremet e ngushta që dekurajojnë hyrjen. Funksionalisht, këto shërbejnë të njëjtin qëllim. Çfarë është veçanërisht befasuese, është se këto mite kur nuk e vendosin botën e poshtme larg. Është gjithmonë afër, nën këmbët e të gjallëve, e fshehur në pamje të qartë, e arritshme, por vetëm për ata që e dinë rrugën. Ajo përshkrim përputhet me platojen e Gizës me saktësi shqetësuese. Ndërsa teknologjia moderne zbulon më shumë për atë që shtrihet në rër, vija midis mitit dhe kujtesës fillon të turbullohet. Histori dikur të refuzuara si fantazi fillojnë të duken si jehona të shtrembëruara të hapësirave të vërteta dhe praktikave të vërteta. Mitet mund të mos jenë egzagjerime. Ato mund të jenë regjistra të thjeshtuara të një realiteti shumë kompleks ose shumë të shenjtë për t'u përshkruar hapur. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë strukturat nëntoksore nën Giza kur nuk ishin menduar të harroheshin. Ato u kujtuan në histori, u koduan në ritual dhe u ruajtën në mit, duke pritur për një kohë kur njerëzimi më në fund do të shikonte nën sipërfaqe dhe do të kuptonte se legjenda shpesh fillojnë me diçka shumë reale të fshehur në errësirë nën tokë. Në të kaluarën, zbulimi i sekreteve nën Gaza kërkonte kazm, pishtar dhe zbritje të rrezikshme të panjohurën. Sot, qasja është shumë e ndryshme. Asnjë rër nuk lëviz, asnjë gur nuk preket.
Në vend kësaj, shkencëtarët shikojnë përmes vetë tokës, duke përdorur teknologji aq të avancuar sa ata mund të zbulojnë hapësira të zbrasta, pa i hapur kurrë. Dhe ajo që këto skanime po zbulojnë qetësisht, po e detyrojnë hulumtuesit të përballojnë pyetje për të cilat ata kurrë nuk ishin përgatitur të përgjigjeshin. Një nga mjetet më të fuqishme që tani përdoret në Giza është muontogelomografia. Duke ndjekur grimca kozmike që kalojnë natyrisht përmes gurit, shkencëtarët mund të krijojnë imazhe tridimensionale të asaj që shtrihet nën struktura masive. Kur kjo teknologji u aplikua për herë të parë në piramidën e madhe, ajo konfirmon diçka të jashtëzakonshme. Boshllëqe të mëdha ekzistojnë ku shkëmbi i ngurtë pritej. Kto nuk ishin plasje të vogla ose shkepa natyrore. Ato ishin hapësira gjeometrike ekspansive me dimensione që sugjerojnë dizajn të qëllimshëm. Çfarë e bëri këtë zbulim shqetësues nuk ishin vetëm boshllëqet në vetvete, por vendosja e tyre. Ato ishin të vendosura në zona strukturalisht domethënëse, të rreshtuara me kalimet dhe dhomat ekzistuese. Kjo do të thotë se ndërtuesit i kishin llogaritur këto hapësira që nga fillimi. Ato nuk ishin dobësi aksidentale. Ato ishin veçori të planifikuara. Radari depërtues i tokës ka shtuar një shtresë tjetër në pamje. Anketat përmes pjesëve të platojës kanë zbuluar rrjete të anomalive nën sipërfaqe. Forma lineare që i ngjasojnë tuneleve, forma drejtkëndore që sugjerojnë dhoma, dhe ndryshime të papritura të densitetit që nuk mund të shpjegohen lehtësisht vetëm nga gjeologjia. Në disa raste, këto anomali shfaqen nën zona që më parë besohej se ishin kuptuar plotësisht. Skanimet sismike ndërlikojnë historinë më tej. Duke dërguar vibrime përmes tokës dhe analizuar se si ato pasqyrohen, hulumtuesit mund të identifikojnë boshllëqe dhe ndryshime strukturore thellë poshtë sipërfaqes. Këto studime kanë nënkuptuar nivele të shumta nëntoksore, jo vetëm veçori të izoluara. Platoja, duket, është e shtresuar me arkitekturë të fshehtë. Çfarë është befasuese është se sa me kujdes paraqiten këto gjetje. Deklaratat zyrtare theksojnë pasiguri. Fjalë si anomali dhe mundësi dominojnë gjuhën. Rrallë hulumtuesit spekulojnë publikisht për funksionin ose qëllimin. Të dhënat ekzistojnë, por interpretimi mbetet i frenuar. Kjo frenim krijon një tension të pazakontë. Nga njëra anë, teknologjia po zbulon më shumë se kurrë më parë. Nga ana tjetër, narrativi mbetet i kontrolluar fort. Zbulimet njihen, por implikimet e tyre lihen të paeksploruara në diskursin publik. Disa skanime sugjerojnë se boshllëqe të caktuara janë të lidhura, formojnë rrugë nën sipërfaqe. Të tjera duken të izoluara, të vulosura nga gjithçka që e rrethon. Gjeometria e këtyre hapësirave nënkupton ndarje të qëllimshme, zona të menduara për t'u aksesuar dhe zona të menduara për të mbetur të mbyllura. Çfarë bën këto zbulime aq të fuqishme është se ato anashkalojnë argumentet e vjetra. Asnjë tekst i lashtë nuk kërkohet, asnjë teori spekuluese nuk nevojitet. Të dhënat vijnë drejt për drejt nga vetë toka. Ajo tregon formë, madhësi dhe pozicion. Ajo nuk shpjegon pse këto hapësira ekzistojnë, por provon se ato ekzistojnë. Ndërsa teknologjitë e skanimit përmirësohen, rezolucioni rritet. Ajo që dikur dukej si hije të paqarta, tani fillon të ngjajë me arkitekturë. Vija të drejta dalin, qoshet mprehen, modele formohen, dhe me çdo përmirësim, pyetja rritet më fort. Për mijë vjeçar, piramidat e Gazës kanë magjepsur njerëzimin, duke qëndruar si monumentet e ambicjes njerëzore, genialshmërisë dhe misterit. Mbi shkretë të tir, madhështia e tyre është e mohuar, por nën sipërfaqe, një botë e tërë e fshehur sfidon gjithçka që menduam se dinim për Egjiptin e lashtë. Tunele, dhoma dhe boshllëqe nënkuptojnë qëllim, planifikim dhe njohuri shumë përtej asaj që të kuptuarit modern mund të shpjegojë lehtë. Nga varrime të qëllimshme të hapësirave nëntoksore në inxhinjeri të avancuar që tej kalon pritjet, dëshmitë sugjerojnë se piramidat kurrë nuk ishin menduara të kuptoheshin plotësisht në shikim të parë. Mite, rituale dhe tekste të lashta mund të kenë ruajtur fragmente të këtij realiteti të fshehur, duke koduar sekrete në histori dhe traditë ndërsa rënat i mbanin jashtarritje. Dhe tani me teknologji prerse që po zbulon qetësisht atë që shtrihet poshtë, vijat midis legjendës, historisë dhe arkeologjisë po turbullohen si kurrë më parë.
Rënat e Gizës kanë fshehur prej kohësh të vërtetën e tyre, por çdo zbulim i ri heq një shtresë tjetër, duke treguar se piramidat janë shumë më shumë se varre. Ato janë porta drejt një bote nëntoksore, një sistemi dizenjuar me kujdes që mbante njohuri, fuqi dhe ndoshta mistere që njerëzimi sapo po fillon t'i shohë. Çfarë shtrihet poshtë mund të na detyroje më në fund të rishqyrtojmë jo vetëm se si u ndërtuan piramidat, por pse dhe për kë. Bota e fshehur nën Giza është një kujtesë që historia nuk është kurrë shkruar plot dhe se përgjigjet që kërkojmë mund të kenë qenë varrosur në pamje të qartë gjatë gjithë kohës. Pse një nga vendet më të studiuara në tokë ende fsheh struktura që askush nuk mund t'i shpjegojë plotësisht, dhe pse na lejohet të shohim vetëm një pjesë të historisë? Çfarë sikur t'ju thoshta se piramidat e Gizës nuk janë misteri e vërtet? Për shekuj me radhë, njerëzimi ka vështruar atë që ngrihet mbi rënë, duke matur lartësi, kënde dhe gur. Për mijëra vjet, piramidat e Gizës kanë dominuar horizontin, duke qëndruar si gjigant të palëvizshëm kundër qiellit të shkretëtirës. Turistët vinë, kamerat ngrihen, dhe e njëjta pyetje bëhet përsëri e përsëri: si u ndërtuan? Por pothuajse askush nuk e bën pyetjen më shqetësuese, atë që ndërtuesit e lashtë mund të kenë konsideruar shumë më të rëndësishme. Çfarë ekziston nën to? Sepse nën rënë, nën shkëmbin ngëlqëror, nën vetë themelet e platosë së Gizës, ka një botë tjetër, një që nuk shfaqet në kartolina ose libra udhëzues dhe një që egjiptologët rrallë diskutojnë në detaj. Kjo botë e fshehur nuk është një dhomë vetme ose një tuneli izoluar, është një peisazh i ndërlidhur nëntoksor, i shtresuar dhe mahnitshëm i gjerë. Eksploruesit hershëm që hynë në piramida në shekullin 19 besonin se strukturat ishin struktura të vetë mbyllura. Ajo supozim u shembu në momentin që shtrizat, korridoret, Zbritse dhe kalime të vulosura u dokumentua nën piramidën e madhe. Dhoma më e ullët, shpesh e refuzuar si e papërfunduar, është ngdhendur thellë në vetë shkëmbin ngëlqëror. Nuk u shtua më vonë, u planifikua që nga fillimi, që do të thotë se ndërtuesit filluan nën tokë para se të vendosej me guri vetëm mbi sipërfaqe. Dhe këtu është ku historia bëhet e pakëndshme. Nëse piramidat ishin thjesht varre mbretërore, pse të fillosh ndërtimin duke dërmuar në tokë? Pse të krijohen kalime zbritse që çojnë larg dhomave të varrezave, në vend që të çojnë drejt tyre? Pse të ndërtohen strehë vertikale aq dungushta sa duken simbolike më shumë se sa funksionale, të rreshtuara pikërisht me drejtimet kardinale dhe pikat qellore? Ndërsa hulumtuesit zgjeruan anketat e tyre përtej vetë piramidave, ata zbuluan se platoja është e mbushur me strehë, zgavra dhe boshllëqe të fshehura. Disa janë natyrale, por shumë tregojnë shenja të pamohueshme të modifikimit njerëzor. Mure të qëndruara të prera, kënde të drejta, hyrje të vulosura, veçori që nuk mund të shpjegohen me erozion ose rastësi. Këto nuk janë vrima të rastësishme në tokë, ato formojnë një model. Nën kalime, nën tempujt dhe përtej gjurmës së piramidës së madhe, strukturat nëntoksore shtrihen si venat nën gur. Disa tunele nuk çojnë askund të dukshëm, të tjera përfundojnë papritmas sikur qasja u prit qëllimisht. Në vende të caktuara, toka rezonon ndryshe kur skanohet, duke sugjeruar hapësira të zbrasta që mbeten të paprekura deri sot. Çfarë është më befasuese, është se sa pak nga kjo botë nëntoksore është e arritshme. Vizitorët modern shohin më pak se një fraksion të asaj që ekziston poshtë. Shumë streha janë të bllokuara. Disa hyrje janë të vulosura me tab guri aq të sakta sa duken të shkrira me shkëmbin përreth. Të tjera thjesht janë shënuara dhe lënë të paeksploruara, të dokumentuara, por kur të hyra. Tekstet e lashta egjiptiane shtojnë një shtresë tjetër misteri. Referencat për duit, një rregull nëntoksor të lidhur me transformimin, njohurinë dhe rilindjen, shfaqen vazhdimisht në literaturën e rari. Ndërsa shpesh interpretohen simbolikisht, realiteti fizik nën Giza sugjeron se këto histori mund të kenë qenë të rrënjosura në hapësira të vërteta, vende të synuara jo vetëm për të vdekurit, por për rituale, inicime ose diçka shumë më komplekse. Sa më shumë të mësojmë, aq më e qartë bëhet se piramidat janë vetëm gjysma e historisë.
Çfarë ngrihet mbi shkretëtirë është mbreslënse, por çfarë shtrihet poshtë sfidon gjithçka që mendojmë se dim. Bota e fshehur nën rërat e Gazës u projektua me qëllim, saktësi dhe qëllim. Nuk ishte një mendim i mëvonshëm, ishte themeli. Kur njerëzit imagjinojnë piramidat duke gëlltitur nga rëra, ata pikturojnë kohën, erën dhe natyrën duke rikuperuar ngadalë monumentet. Por e vërteta është shumë më shqetësuese. Shumë nga strukturat nëntoksore nën Giza nuk u humbën aksidentalisht, ato u fshehën qëllimisht. Kjo bëhet e qartë momentin që studioni se si u vulosën këto hapësira. Ndërtuesit e lashtë nuk i braktisën thjesht tunelet dhe ikën, ata i mbyllën me saktësi. Tap guri masiv u rëshqitën në vend, disa me pesh, disa tona, blokuan kalime aq të forta sa edhe mjetet moderne mundohen t'i heqin. Këto nuk ishin bloqe të papërpunuara, ishin mbyllje të projektuara, dizenjuara që të zgjasnin për gjithmonë. Brenda piramidës së madhe, kalimi ngjitës është blokuar famësisht me tap graniti, që përshtaten aq përsosur sa duken aujoste salduar në pozicion. Këto tap u instaluan nga lart, që do të thotë se ndërtuesit parashikonin interhyrjen, shumë përpara se të mund të ndodhte. Kjo ngre një pyetje shqetësuese. Çfarë po përpiqenin të mbronin apo të pengonin të tjerët të arrinin? Nëse dhomat e varrezave ishin qëllimi, ti mbyllnit ato, do të kishte kuptim. Shumë nga këto bloqe ruajnë kalime që nuk çojnë fare në varre mbretërore. Disa çojnë poshtë, të tjera çojnë drejt hapësirave të zbrasta. Disa përfundojnë dhe porta të vulosura, me pajisje bakri, objekte që nuk kishin funksion strukturor, por ishin qartësisht simbolike. Këto porta kur nuk ishin menduar të hapeshin përsëri. Modeli përsëritet në të gjithë platojen. Strehet janë mbushur, hyrjet janë të fshehura, seksionet të tëra janë të varrosura nën shtresa gërmadha gëlqerore dhe rëre që duken të vendosura qëllimisht, më shumë se sa të grumbulluara natyrshëm. Në disa zona, regjistrimet e gërmimit tregojnë se materiali mbushës nuk përputhet me gjeologjinë përreth, duke sugjeruar se u transportua dhe u hodh qëllimisht për të fshehur atë që shtrihet poshtë. Pse të shkosh në gjatësi aq të jashtëzakonshme? Një shpjegim i ofruar nga arkeologjia kryesore është siguria, mbrojtja nga grabitësit e varrezave, por ky argument shembet nën shqyrtim. Grabitësit e varrezave nuk synuan dhoma të papërfunduara, streh të vulosura ose hapësira pathesare të dukshme. Megjithatë, ato janë pikërisht zonat që u fshihin më me kujdes. Përpjekja e investuar në fshehje të i kalon shumë atë që do t'ishte e nevojshme për të mbrojtur arin ose sendet e varrit. Një mundësi tjetër është fshehtësia rituale. Në Egjipt të lashtë, vetë njohuria ishte fuqi. Rituale të caktuara, tekste dhe praktika u kufizuan në një të zgjedhur. Hapësirat e lidhura me këto të drejta mund të jenë fshehur pasi qëllimi i tyre u plotësua. Nëse strukturat nëntoksore u përdorën për ceremoni të lidhura me mbretërinë, rilindjen ose rendin kozmik, ti vulosësh ato do të ruante shenjtërinë e tyre. Ka gjithashtu mundësinë e frikës, jo nga ndërhyrësit njerëzor, por nga ajo që njohuria mund të bënte nëse keq kuptohej ose keq përdorej. Civilizimet e lashta shpesh e trajtuan informacionin e fuqishëm si të rrezikshëm. Duke varrosur këto hapësira, ndërtuesit mund të kenë besuar se po mbronin brezat e ardhshëm nga diçka që nuk ishin menduar të aksesojnë. Zbulimet moderne e ndërlikojnë historinë edhe më tej. Kur skanimi depërtues i tokës zbulon boshllëke që përputhen përsosur me korridore të vulosura, ai sugjeron një sistem të planifikuar të aksesit dhe mohimit. Zonat të caktuara ishin menduar të hyeshin, të tjera ishin menduar të mbeteshin të paprekura përgjithmonë. Vet arkitektura e zbaton atë vendim. Çfarë e bën këtë varim të qëllimshëm aq shqetësues është përmershmëvia e tij. Këto nuk ishin mbyllje të përkohshme, ishin akte fundimtare. Ndërtuesit i vulosën këto struktura duke ditur se kurrë nuk do të ktheheshin. Ata nuk lanë shenja, as udhëzime, as shpjegime, vetëm heshtje në ngur. Dhe kur kuptojmë se disa nga këto hapësira të fshehura shtrihen drejt për drejt nën monumentet menduara për të simbolizuar rendin e përjetshëm, bëhet e pamundur të injorojmë nën kuptimin se ajo që u varros ishte aq e rëndësishme, nëse jo më shumë, se sa ajo që u la në pamje të qartë.